Rrugtimin zufill praktikisht nga zero. Zero kapacitete. Sot kemi krijuar një platformë e cila në fakt ka hequr të gjitha zyrat e pritjes, zyrat e kontaktit me qytetarët. Qytetarët shqiptar nuk kanë më pse të rinë radhëve e të humbasin një sasi të jashtëzakonshme kohe, energjie dhe po edhe bakshish, që është termi turk për këtë frazë, për të marrë një leje, një licencë, po edhe dokumente që vërtetojnë që janë gjallë, ndërkohë që çdo gjë tani është në internet. Nga ana tjetër kemi ecur shumë përpara tani më në procesin e integrimit evropian dhe kërkojmë të bëhemi antar brenda kësaj dekade. Kemi po kështu një plan mjaft ambicioz bashkë me Komisionin Evropian për të përmbyllur negociatat brenda 2027, duke përdorur inteligjencën artificiale. Po e bëjmë këtë punë në një mënyrë shumë të ndryshme, me një shpejtësi krejt tjetër, sepse vetëm për të transpozuar korpusin ligjor të Bashkimit Evropian, sikur edhe mekanikisht, në korpusin kombëtar legjislativ do të kërkonte një ushtri përkthyesish, një ushtri hartuesish, ligjshkruesish e shumë njerëz të tjerë.